Ka përfunduar pas 2 orësh seanca gjyqësore për 3 persona të cilët u arrestuan 3 ditë më parë në një banesë në lagjen Osman Haxhiu nga forcat e ndryrës së shpejtë dhe drejtoria vendore e policisë së Vlorës. Gjykata ka vendosur ditën e sotme, duke lënë në burg 2 persona kurse në arrest shtëpie personin tjetër. 3 personat u arrestuan nga ndërhyrja e policisë me akuzën e rrëmbimit të një personi, të cilët ishin duke mbajtur për 2 javë një 39 vjeçar nga Mitrovica, i cili sipas policisë kishte një borxh prej 70.000 eurosh për t'i shlyer 3 personave të tjerë, dhe për këtë të 3 personat e mbanin në ambientin e shtëpisë së tyre për 2 javë me radhë. Gjykata e shkallës së parë Vlorë ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Orest Çorapajn dhe Julian Zogajn, ndërsa ka vendosur arrest shtëpie për Virson Agajn. 3 të rinj u arrestuan në 12 dhjetor të dyshuar si autor të pengmarrjes së 39 vjeçarit Fisnik Xhaka, shtetas nga Kosova. Sipas policisë, ngjarja lidhet me një borxh të pashlyer, ndërsa Xhaka dyshohet se është mbajtur peng për rreth 2 javë në një banesë në lagjen Osman Haxhiu në Vlorë. Mbrojtja pretendon se 39 vjeçari ka ardhur në Vlorë me valixhe dhe veshmbathje personale me qëllim që të qëndronte aty për një periudhë kohe. Gjithashtu theksohet se denoncimi për pengmarrje është bërë nga motra e tij, po sipas avokatëve i riu kërkonte para familjarëve për të shlyer një borxh për të cilin kishte dalë garant dhe se rasti është keq interpretuar si pengmarrje. Nga kontrollet e policisë gjyqësore në banesën ku mbahej 39 vjeçari është gjetur dhe valixha me rrobat personale, fakt që sipas mbrojtjes mbështet pretendimin se ai kishte shkuar aty me dëshirë për të qëndruar. Gjithsesi, sipas policisë, hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.